larja e trupit, ose e njohur si gusli, pastërtia e përgjithshme. Ndër kushtet për faljen e namazit është që edhe trupi të jetë i pastër. Andaj secili musliman dhe muslimane duhet së paku një herë në javë të pastrohet. Mbase kjo është porosia e Muhamedit a.s. Mirpo, ka raste kur njeriu është i detyruar të pastrohet, të me thonë, kur të larit e trupit është domosdoshmëri. Këta raste janë: çfarëdo kënaqësie seksuale me ejakulim apo pa të, si dhe ëndrrimi i cili shkakton daljen e spermës, ejakulimi pas ngacmimit të epsheve, pas përfundimit të menstruacioneve dhe lehonisë të femrave. Njeriu i cili gjendet në gjendje që përshkruhen në 3 shkaqet e para, quhet gjunuf. Larja e trupit nuk është e domosdoshme për ata që u paraqitet lagështi tjetër përveç spermës, si dhe për shkak të të ndëruarit, nëse në tesha nuk ka gjurmë të ejakulimit. Por, nëse hetojmë gjurmë të lagështisë në kanalin e urinës, atëherë duhet që ta lajmë vendin e më e preferuar është që të marrim abdes. Menstruacionet dhe lehonia janë dukuri të veçanta që i përkasin vetëm botës femërore. Menstruacionet, kjo dukuri zgjat së paku 3 ditë, kurse më së shumti 10 ditë, kurse lehonia zgjat deri më 40 ditë. Kur femrat janë me menstruacione ose në kohë të lehonisë, nuk mund t'i kryejnë këto punë: të falen, të agjerojnë, të kenë marrëdhënie seksuale, të lexojnë Kur'an, të prekin Kur'anin pa ndonjë mbështjellse, të hyjnë në xhami dhe të bëjnë tavaf me Ka'bën. Namazet e kaluara gjatë kohës së menstruacioneve dhe lehonisë, femrat nuk duhet t'i falin, ndërsa ditët e lëshuara të agjerimit duhet t'i agjerojnë edhe atë ditë për ditë, kur t'u jepet mundësia. Farzet e guslit janë: të shpërlarit e gojës, të shpërlarit e hundës dhe të larit e tërë trupit mirë, ashtu që askund të mos mbetet pjesë e thatë, respektivisht pjesë e palarë. Sunetet e guslit janë: të bërit një jetë, në fillim të përmendet emri i Zotit. Nëse trupi është i ndyt, para se gjithash largohen dytësyra, para se të fillojmë ta lajmë trupin. Marrja e abdesit para larjes së trupit. Larja e trupit 3 herë tërësisht. Së pari të lahet koka, krahu i djathtë, krahu i majt dhe kështu me radhë. Me rastin e të lagurit të trupit herën e parë, të fërkohet i tërë trupi.